Prurjet e mëdha të ujrave në lumin Devol ka bërë se si pasojë e rreshjeve intensive të 4 ditëve të fundit në vendin ton, kanë detyruar autoritetet të hapin kaskadën e Hecit të Moglicës, të hap portën e parë të emergjencës për të kryer shkarkime të kontrolluara dhe për të garantuar sigurinë e plotë të digës. Informacionet ndër të tjera bëjnë me dije se rritja e nivelit të liçenit të Moglicës e shkaktuar nga sasitë e shumta të rreshjeve të ditëve të fundit në vendin ton e ka bërë të domosdoshme ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve me qëllim shmangjen e riskut për strukturat e veprës hidrike si dhe të zonës përreth. Ndërkaq kujtojmë se moti i keq që ka përfshirë vendin ton prej ditësh ka shkaktuar situata të vështira në disa qarqe të vendit, ku 10 banesa janë në ujë dhe shumë familje janë detyruar të evakuohen për shkak të rritjes së nivelit të ujit në banesat e tyre. Gjithashtu, mijëra e hektar tokë ndodhen në ujë. Autoritetet vendore, ekipet e emergjencave civile, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe forcat armatosura në bashkëpunim me njëra tjetrën, po ndërmarrin operacione të herpaseshme në terren për të minimizuar dëmet në zonat e prekura nga përmbytje dhe për të ndihmuar të gjithë banorët në nevojë.